Ne dim çfarë ndodh në Shqipëri me të gjitha sferat, po me arsimin, po me shëndetësinë, po me sigurinë, po me shpopullimin, po me të gjitha sferat, pensionet e çdo gjë tjetër. Dhe kupa është mbushur. Mjaftoja ai momenti kur ti kupton që shteti në vendin tënd nuk ekziston. Sepse ti kisha aty policinë e Vlorës, e cila e shikonte atë ngjarje, madje edhe ata të cilët filmonin, i thoshte të fik kamerat. I ishte telefonat, dhe këto janë të filmuar aty. Dhe njerëzit reaguan, sepse secili prej nesh mund të ishte në atë situatë, ti nuk hyre me forcë brenda atij rrethimit, edhe nëse do të kishte hyrë ai qytetari, ti thjesht e ndalon dhe lajmëron policinë e shtetit. Kjo është gjëja më demokratike. Personat pa identifikuar që ishin brenda perimetrit të paregjistruar që janë identifikuar nga policia dhe tashmë janë në masë arresti. Patjetër, dhe kjo. Dhe nëse protesta nisi si një formë reagimi, si një formë ku zonat e mbrojtura tonat nuk duhet shkatrohen, sepse politika shqiptare, Partia Socialiste në 2024 ka votuar një ligj, që është ligji më skandaloz për mua i këtyre 36 viteve. Në zonat e mbrojtura, që aq pak sa na kanë mbetur, se këtu është ndërtuar çdo gjë, është prishur çdo gjë, edhe aty mund të ndërtohet. Pra, Këshilli Kombëtar i Territorit, që drejtohet nga vetë kryeministri Rama, mund të jap leje sepse nuk e di X-it Y-it ka i mendon se është investitor potencial. Si kemi parë në ligjin e investimeve në Shqipëri, kush ka ndërtuar në Shqipëri, përveç se miqtë e kryeministrit. Ata të cilët ka një marrëdhënie me të, ndërtojnë kudo e tjerë. Tani po na hyn tek zonat e mbrojtura. Tani dukshëm shqetësimi është për mjedisin apo është një zermërim ndaj qeverisë dhe establishmentit politik? Po, nëse në protestën e parë kishte mesazhe pra për Rjodhin, për Zvërnecin, për zonat e mbrojtura, për Flamingot e të tjerë, tashmë është ndryshuar dhe ka pra patjetër që është brenda edhe Zvërneci dhe Rjodhi dhe të gjitha, por janë dhe shtuar tema tjera. Ditën e dieshme më shumë se në 2 ditët e para është artikuluar për sistemin arsimor, për shpopullimin, për shëndetësinë, për pasigurinë, për çmimin e ushqimeve, për naftën, për çështjet e mungesës punësimit atyre që mbarojnë universitetin, për mundësinë që të rinjt nuk blejnë dot një shtëpi. Dhe dikush janë ata që protestojnë? Si në asnjë protestë tjetër që un kam raportuar, janë të rinj. Dhe janë pra ka një energji që radhe kam parë në protestat ku unë kam raportuar. Pra për 3 orë, për 4 orë sa zgjasin këto protestat, mbahet e gjallë me thirrje, me momente, me reagime, me rebelim, me anë të deklaratave që bëjnë ata dhe dalin me një deklarat tjetër, dorëheqje, kërkojnë dorëheqje, por kanë dhe një element tjetër. Bëjnë thirrje që nuk e duam as qeveri, nuk duam as opozitën. Po, do të flasim edhe për... Do duhet lexuar se çfarë po ndodh me pra nuk është vetëm një zemërim ndaj keqeverisjes, por edhe ndaj opozitës. Normalisht që kur është një revolt, domethënë popullore, turma, spontane, edhe ato thirrjet janë ndonjëherë spontane, mund të janë duken kështu si pa organizim të kundërta të gjëra. Do shkoj deri një pikë, po pra. Thirrje që kishin nevojën me UÇK-n, pra ka grupime që kanë grupime, por nuk është kjo pra sepse merr kryeministri përbashkët i gjithë protestës, po them këtë që tha një kryeministër i cili thotë që unë bëj punë të mëdha dhe fuz bashkimin në Shqipërinë Bashkimin Evropian 2 metra burr, merret me një të shame apo një qytetar tjetër që një moment caktuar reagon ashtu e mendon ai. Pra një kryeministër, çfarë duhet bëjë një kryeministër një vendi? Shikoj, ai e kaloi edhe të çfarën. Çështja është kjo. Jo, ai e mban me këto sepse do ta banalizoj, po vetëm ta përfundoj në 10 sekonda. Pra një kryeministër një vendi në përballë të një projekti të tillë apo çfarë po ndodh në Zvërnec, thotë bën transparencë. Kush janë, pse janë, çfarë investohet, a është bërë studimi mjedisor, çfarë rrezikohet. Aty është bërë një ftesë për dialog. Po fal, po tani si pasojë, po pse se bën përpara kryeministri? Po flasin për projektin më të madh në rajon. E qartë. Dhe ne nuk jemi kundër investimit. Transparenca ka munguar edhe herë të tjera si me projektin e Butritit apo projekte të tjera. Se këtë duhet themi që ne nuk jemi, për shembull, nuk duhet të jemi kundër investimit. Absolutisht, asnjë nuk është, edhe vetë organizatorët e protestës. Një investim biznesi, domethënë, është shumë i mirë. Ktu nuk po bëhet fjalë për këtë gjë. Edhe unë e kuptoj, domethënë kur thotë kryeministri për shembull që ky do jetë investimi më i madh që ka xhelozira naftinjët, është normale, domethënë madje, por që të ketë transparencë, këto po kërkohet. Pra, do të thotë që unë nuk besoj se aty ka kundër investimin. Nëse ka zëra kundër investimit, unë nuk mund të jem pro tyre, domethënë në raportin që pse investohet kaq shumë. Por respektimi i rregullave, respektimi i ligjit, se ne kemi pronari i këtij televizioni është investitor, por do të thotë që ne do të thotë që ku të gjejmë investitor serioz, të cilët investojnë, janë transparent, marrin sipas ligjit, paguajnë taksat, pra këtë duam ne. Qytetarët duan njerëz cilët paguajnë taksat, që nuk shkelin ligjin, që respektojnë pronën. Dhe
Po ta marrim një, për shembull, një ngjashmëri. Sazani për shembull, që është shetror, që nuk ka prona, nuk ka